këtë veprim janë çudit, pse aq shpejt, saqë njerëzve ju ka kalu namaz në përqafa. Pre argumente tjera të profetësisë është edhe çështja e profetit alayhis salatu wassalam, se çfarë personi ka qenë para se t'i zbret shpallja. Para se që t'i zbret shpallja ka qenë njeri i pasur, ka qenë tregtar. Madje edhe gruaja e tij Hatixha ka qenë grua e pasur dhe tregtare, dhe kanë gëzu një autoritet dhe një pasuri të madhe para se të vi profecia. Mirë, po në momentin që i zbret shpallja Muhamedit alayhis salatu wassalam, transformohet në njeri shumë të thjeshtë. Përkundër pasurisë që ka, bëhet njeri shumë i thjeshtë. I largohet ushqime luksoze, e zgjedh jetën më të thjeshtë të mundën. Madje kur bëhet udhëhec në Medinë, e dihet që udhëhecave ju jepen mundësitë më të mëdha për të kënaqur, për të zhytur në luks, ju vinë pasuritë e shtetit. Megjithatë, profeti alayhis salatu wassalam ka treguar një shembulltyr që nuk e gjen askund te njerëzit. Përkundër që ka qenë udhëhec, e ka zgjedh jetën më të thjeshtë të mundur, saqë i thot njërit prej shokëve të tij, thotë sikur të kisha ari, sa kodra Uhudit, është një kodër gjigande, thotë nuk do të shkonin 3 ditë vetëm se do ta shpenzoja të tërën. Dhe nuk do të depozitoja asgjë përveç diçka për të larë borxhet e mia. Dhe kështu ka vepruar praktikisht. Ka ndodhur që ndonjë person i ka jap kopet të tëra me dela. Tjetër person ka ndodhur që i ka dhënë pasuritë majme dhe madje me një rast e ka fal namazin e kindis dhe me të shpejt ka shku tek shtëpia e tij dhe kur njerëzit e kanë pa këtë veprim janë çudit, pse aq shpejt, saqë njerëzve ju ka kalu namaz në përqafa. Dhe kur ka dalë prej shtëpisë ju ka tregu që arsyeja pse kam vepruar kështu është që mu ka kujtuar se më ka mbetë diçka në shtëpi pa e shpërndar. Një çop ari. Dhe kështu ka qenë profeti alayhis salam. Asgjë nuk ka mbajt për veten e tij, automatikisht e ka shpenzuar. Pra dhe kjo është argumenti i profecisë. Po të mos kishte qenë profet, kishte vepruar sikur mbretërit e tij, të cilët zhytën në lukse, kurse profeti alayhis salam nuk i ka interesuar as pak e botë, sepse ai ka pa botën tjetër. I ka interesuar vetëm që të udhëzohen njerëzit. E ka pas rolin e prindit për besimtarin. Ka deshur që njerëzit të udhëzohen, të kthehen në rrugën e drejtë.